këtë vit. Mos u tot një bre? E jemë ma'dudat. Po Zot buni qëllohen që ato për shkak se ibadetet janë bërë rutinë të ndëruar të mi. Më në shprej shkaqe kryesore është kjo? O shfalem. Pastaj takoj edhe një të pasur. Para të që i fule, zëtësysh. Sigurisht që shprej përshtypjet tua që jemi shumë të mbushur. ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamd falënderimet qofshin mbi Allahin Azza wa Jall, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij na falë dhe ndihmë kërkojmë. I dërgojmë selamet e shumta dhe të panumërta Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij gjerë në ditën e gjykimit. Kthehemi dhe falenderojmë Allahin Azza wa Jall me falënderimet më të sinqerta ai që na ka bërë të mundshme që të jemi të takohemi në shtëpinë e Allahut, të jemi mysafir të Allahut Azza wa Jall. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që nuk na ka bërë prej atyre që në këtë fundjavë mundohen me gjetë qetësi në përvene harame, në përvene ku Allah Azza wa Jall është i hidhur. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë të jemi këtu ku Allah Jalla shanuhu inshallah është i kënaqur në punë dhe veprat tona. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar dhe ka thonë se ai i cili nuk din me falendëru krijesën, nuk din me falendëru as Allahin Azza wa Jall. E ne e falenderojmë hoxhën e nderuar Mixhet Osmanin nga Tetova me punë dhe detyrë në xhami në Zvicër, hoxhën Mitat Salihi dhe hoxhën tonë nderuar Gazmen Bajraktarin. Ju dëshiroj mirëseardhje juve. Ju përshëndes të nderuar hoxhallar, të nderuar xhamat, të nderuar motra me përshëndetjen më të bukur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht e falenderoj hoxhën Mixhet, i cili ka gjetë kohën që sot prej Zvicrës të vijë të na vizitoj dhe të na flasë rreth fjalës më të bukur, rreth Kuranit, historikut të Kuranit, e që është një temë me të vërtetën interesante. Vetë Kurani është interesant sepse është fjala e Allahut xhalla shanuhu. Kë me prezencën e tina na ka nderuar, Allah e nderoft, Allah e shpërbleftën që ka ardhur me xhamatin e tina. Inshallah me i kaluar disa kohë, disa minuta së bashku, duke lutur Allahun xhalla shanuhu që Allah t'u jep të mirat dunjas edhe ahiretit. E lutim Allahun xhalla shanuhu inshallah Allah Azza wa Jall që na ka taku këtë të na takoj edhe në xhenetet e tina. Para se një tham fjalën e hoxhës, inshallah i bajmë fjalën hoxhës Mitat që të na këndoj diçka nga Kurani, me që edhe tema është sot rreth Kuranit, për Kuranin. Da i lexoj disa ajete kuranore nga Kurani e më pas inshallah do ja vajmë fjalës Mixhet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام
وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allah shpëlet hoxhën nderuar me vërtet më ka fjalë më të bukur, më të ëmbël, më qetësuese për shpirtin se sa fjala e Allahut Azza wa Jall, se sa fjala e Kur'anit, ku edhe për çka jemi lidhur sot inshallah të doktori një gjithë inshallah të na shpjegoj, të na thënë disa fjalë rreth historikut të Kur'anit, duke mos humbur kohë, ja dhënë fjalën hoxhës nderuar, Allah e nderon, Allah e shpëlet. والفكر يا إنسان لو أطلقته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut të gjithdijshëm shpirtlotit, Allahut I cili na dalloi nga të gjitha krijesat, na bëri pjesëtar të fesë së vetme, të ummetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur e të çmuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salat dhe selamet nga ky vend I bekuar ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar Muhammed Efendi, Hoxha Efendi Muhammed Havolli, I nderuar Imam Gazmet Efendi Bayraktari, I nderuar Hoxha Efendi Mitat Efendiu, I nderuar forumi rinor I xhamis me vllaun tim në krye Arber Efendi Ismailin. Të nderuar ju vëllezër dhe ju mysafir që keni ndarë kohë, që keni ardhur na respektoni neve, pranoni përshëndetje më të përzemërta nga unë si imam I xhamisë shqiptare Samsahut në Zvicër, nga kryesia jon, xhamati jon dhe mbar shoqërinë që përfaqësojmë me përshëndetje më të bekuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se të fillojmë me ligjëratën, fillimisht dua potencoj një fakt që unë kam ardhur mësoj nga ju diçka. Jo të mësoni nga unë. Ju e keni hoxhën tuaj që ka shërbuar me vite,
e keni edhe imamin tuaj, kam ardhur unë mësoj nga ju, po ja që ka ardhur radha me fol diçka, këta kim parasysh si pik nisje. Vëllezër të dashur, temën që do të mundohemi ta shtjellojmë sonte e dini më mirë se sa unë. Keni lexuar më shumë se sa unë, i njihni gjërat më mirë se sa unë, duke nis nga hoxha që keni ndëgjuar, nga imam, edhe nga hoxhallar tjerë, mbi të gjitha është respekti është mbi to. Allahu xhaleshano qoftë razi me të gjithë. Njerit në emrin tim si imam i xhamis, si musliman i thjesht, besimtar i thjesht, dhe në emër të gjithë shoqërisë, u abojmë për hajër këtë objekt të çmuar me të cilën dhash Zoti të jetë shkaktar, sebeb dhe të randoj në anën e punëve të mira edhe në botën tjetër të shpëtoni edhe të fitoni kënaqësinë e Allahut. Prandaj vëllezër, u qof për hajër kjo objekt, u qof për hajër kjo shtëpi e Allahu xhaleshanu, kjo fole që ta shpëtoj atë rinin e cila rini vjen pas me hapa shumë të fuqishëm. Nëse ne nuk u plotësojmë kushtet, ato do të jenë humner. Përgjithësia jonë të plotësojmë kushtet e më pas hidajeti është nga Allahu xhaleshanu e xhelalu. Të dashur vëllezër, temën që të mundohemi ta shqyrtojmë me nda disa minutave është historiku i Kurani Kerimit. Çfarë do të thotë kjo? Çdo libër i shpallur nga Allahu xhaleshanuhu e ka historikun e saj. Ka historinë e viti. Kur ka fillu, si shkon, si është mbrojt, e kështu me radhë. Ka një histori. Edhe Kurani Kerimi, si libri autentik i Allahu xhaleshanu, original, e ka historikun e saj. Prandaj, para se të nisim me këtë, do të mundohemi të flasim disa fjalë në lidhje me shpalljet e mëparshme. A duket kjo sa? Në rregull. Vëllezër të dashur, ta keni parasysh që pejgamberët ndahen në disa kategori. Por ajo që neve na duhet kur është fjala, ndahen në dy kategori. Er-Resul dhe En-Nebi. Fjala Resul do të thot i dërguar. En-Nebi paralajmëtar. E tash kështu më thjesht. Er-Resul, pra Resulët janë të dërguar të Allahut që kanë pasur shpallje. Kurse En-Nebi janë pejgamberët e Allahut që kanë punu përmes shpalljeve ati pejgamberit më parshëm që ka pas shpallje. E keni parasysh? Ka një pejgamber ka pas shpallje që është Er-Resul, gjithashtu edhe Nebi. Një pejgamber tjetër pas nuk ka pas shpallje, s'ka pas shpallje, ka punu me shpalljen e këtij pejgamberit, ai është En-Nebi, nuk është Er-Resul. Kategoritë ndryshme ka të ndarjes së pejgamberëve, por neve kjo ishte që na udesht. Gjë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu xhaleshanu dërgoi 120.000 të dërguar, jo Resul, Nebi, pra të dërguar ka dërgu. Ka në shumë varianta, sa që ka thënë edhe mbi të gjithash 315 ju besua një shpallje, një libër. Është qartë që 4 pejgamber kanë pasur shpallje librash. Kjo është e qartë. Por kanë pas pejgamber që kanë pas suhufe, s'ka pas libër, por disa sajfe, shumë si është suhuf. Për shembull, suhufi Ibrahim e Musa, suratul A'la, ajeti fundit, suhufet Ibrahimit dhe të Musës, ka pas edhe Ademi a.s., ka pas edhe Nuhi a.s. Këto kanë pas shpallje periodike në atë kohë dhe ka qenë rregullorja e atij vendit e sistematizuar përmes sheriatit të atij pejgamberit. Më pas është derogu ai sheriat, ka punu me pejgamberin tjetër. E kurse sheriati i fundit i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është sheriati përmbyllës. Vëllezër të dashur, një fusnot apo një nuancë të vogël. Me të pyet, Islami është fe e parë apo e fundit? Çka i thua? Fe e fundit. E marrësh krishter, jahudi, Islami fund. Kështu, një hesap. Jo ashtu. Islami është fe e parë.
Allahu Gjellëshanu, kur e ka dërgu Ademin a.s. si njëri, e kam qëllimin e ka kriju, mandej si pejgamberi Allahut, ati ja ka mësu gjërën e parë është njësin, tauhidin, la ilaha illallah, këtë e ka mësu. Kjo është islam në vete. Mandej shpalljet ka ndryshu nga koha në kohë. E keni parasysh? Ka ndryshu shpalljet nga koha në kohë. Dhe me shpalljen e fundit, Kurani Kerimin, janë mbyllë shpalljet. Gjëja më e shenjtë, la ilaha illallah, është nga Ademi a.s. deri në Yaumul Qiyame. Do thot, Islami është feja e parë, por mas rregullave dhe librit, Kurani Kerimi është libri i fundit. Mendoj se jam i qartë për këtë pikë. Mandej, në Kurani Kerim kemi 25 apo 28 pejgamber, diku ndi 23 e kështu me radhë. Pa më parasysh, neve na duhet ajo mesatarja që është 25 pejgamber. Përmenden emrat e këtyre pejgamberëve në Kurani Kerim. Vëllezër të dashur, dua të flas pak për historik të shkurtur, shumë të shkurt për Teuratin, Injilin, Zeburin. Pika shumë shkurta që të kesi një kuptim kur të flasim për Kurani Kerimin. Më vjen zani në rregull? Po. Allahu Gjellëshanu shpalli 4 libra. Radhitshmërinë ta keni parasysh që fillohet me Teuratin, mandej vjen Zeburi, mandej vjen Injili, më pas vjen Kurani Kerimi. Eta zhvëllezër, fjala Teurat do të thot liq, për kthimin buk fal, do të thot liq. Gjë që Teurati përmban 5 libra, 5 kapituj, libri i Zanafilës, libri i numrave, libri i periodikve, lloj gjërash përmban. 5 kapituj përmban Teurati. Dhe për nga aspekti përmbajtësor, ka pak më shumë gjëra domethënëse se sa Injili. Nuk thash sahi ose të pranuar, hasha wa kella. Domethënëse, ti dajmë këto gjërat. Etash, dal nga dal po i him esencës. Sa i përket psalmeve ose Zeburit, që vjen pas Teuratit, dedikohet Davudit a.s. dhe bën pjesë në dhjatën e vjetër. Nëse hapni për shembull internetin, dhjata e re dhe dhjata e vjetër. Në dhjatën e vjetër do ta shihni Teuratin, kurse në dhjatën e re do ta shihni Injilin apo psalmet apo në këto që janë shpall Davudit a.s. Vëllezër të dashur, Injili është i Isaut a.s. kurse psalmet këto Zeburi janë të Davudit. E tash mund dëgjoni me vëmendje. Injili si Injil, Biblën, më është dhënë rasti, kam një Bibël në shtëpi, në gjuhën shqipe, 1800 faqe i ka, jam mundu ta lexoj, e kam lexu, por do ta përputhin atë që e kam shkruar këtu. Në Injil, në Bibël, më shumë ka 95% ka thënie që i dedikohen Isaut a.s. për nga aspekti i biografisë. A jam i qartë? Ka qenë kështu, e ka bë këtë, e kështu me radhë. I dedikohet Isaut a.s. Kurani Kerimi nuk i dedikohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'an, vetëm emri Muhammed ka kalon 4 herë, për jetën e tij e ka pas vështirë, ka qenë i martuar me këtë ose s'ka gjë të tillë. Do thotë në Kur'an nuk ka. Kur'ani është vërtet libri i shpallur i Allahu Gjellëshanu me plot kuptimin e fjalës. Dhe këtë do ta verifikojmë dal nga dal. Vëllezër të dashur, Injili si dhjata e re ti themi, apo Injili i shpallur Isës a.s. Isa a.s. është zgjedh për pejgamber, apo është dërgu për pejgamber, është zgjedh në moshën kur i ka pasë 30 vite. Dhe 33 vjeçar ka ndruar jetë, vetëm 3 vite. Pejgamberi sa vjet ka qenë pejgamber? 23 vite. Keni parasysh? Ai vetëm 3 vite. Dhe 300 vite pas jetës së tij janë të bu shumë Bibla, apo shumë dhjata të re, shumë ungjël, Injile. E tash, ka ta zgjedhim original, shumë janë bë. Dhe të bohen në një qytet të atëhershëm i quajtur Nikej. Në vitin 325, diku në 315, do ta gjeni më e saktë është 325. Apo 314, pa më parasysh, 325 është më e saktë.
Këtë qytet kam qenë edhe vetë, është në komunën e qytetit të Bursës të Turqisë. Kam qenë 10 vite në studime në Bursa, e kam vizitu disa herë qytetin Iznik, në vendin ku janë tubu Ingjilat dhe janë zgjedh 4 libri Markut, Jovanit, Lukës dhe Mateut. Kam qenë në atë vend, i kam pasi si kanë shku gjërat. Volteri, këtë më thoni dhe qerve, Volteri është filozof mendimtar gjerman, ka thënë, nuk ka pas kriter se cilën në Bibël ta zgjedhim më të saktë. S'ka pas kriter. Mbas kujt, asë që me qëtër nuk janë përputh. Ai vetë ka thënë, nuk është fjala ime, nuk është as do i muslimanit. Ka thënë, i të buam 75 Bibla të atëhershëm, Ingjila, dhe e rotullisëm të rrezën deri sa ngelën 4 dhe thamë, këto që kanë ngel, këto janë original. Kështu ka thënë Volteri, s'kam thënë unë. Kështu mendimi atij është. Por shumicët nuk e pranojnë, por ja që ekziston sot e kësaj dite. Vëllezër të dashur, sa i përket fjalës së Ingjilëve, do të thotë që është libri Isaut a.s. dhe aty kalon vetë Isau a.s. ka deklaruar që do të vijene një pejgamber me emrin i lavdruar. Ekziston në Bibël kjo. E kam lexuar edhe vetë. Do të vijene një pejgamber pas meje me emrin i lavdruar. Gjithashtu edhe është Kurani Kerim, ba'd ismuhu Ahmed, pas meje do të vijene një pejgamber me emrin Ahmed i lavdruar. Ahmed do të thot dhe Muhammed e kanë rënjën e njëjtë. Do të thot edhe që ka një nuancë, ka një shenjë që paralemron për pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kjo është si një hyrje, e tash fillojmë me esencën kryesore. Çka është Kurani Kerimi? O libër, ka shpallë Zoti, një Kurani Kerim. Jo, çka është Kurani Kerimi? Fjala Kur'an rrjedh nga rënje e fjalës në gjuhën arabe qara'a, do të thot lexo. Lexo, lis gjemanisht e vjen, lexo. Munir urdhërore. Infinitivi lezem, lexim. Etash, definicion ka Kurani Kerimi. E libri i shpallur i Zotit me dika pak, jo ashtu. Ka definicion. Çka do thot? Kurani është fjala e Allahut i zbritur te pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe, i cili sfidon edhe me surën më të shkurtër, është shumë rëndësishme kjo, i shkruar në mushaf, i transmetuar pik për pikshmërisht, i konsideruar ibadet leximi i tij, duke filluar me surën Fatiha dhe përfundon me surën Nas. Kjo është definicioni i vetëm i Kurani Kerimit. E tash vëllezër, shpesh herë ka ndodhur që të pyesin njerëzit, pse Zoti e ka shpall Kurani Kerimin në gjuhën arabe? Pse jo në gjuhën shqipe? Haj në gjuhën osmane, turke. Pa haj në gjuhën perse. Pse arabisht? Unë nuk e marr vesh, mund të të dikush. Unë se kuptoj atë. Se kuptoj atë. Automatikisht s'ka të bëjë me mu Kurani. Unë se kuptoj atë. Le ta shpallte Zoti gjuhën amtare timin, e unë ta kem ma letë. Kështu kanë thënë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama Allahu xhalleshanu në surën Fussilet, ka ajet kuranor, në surën Fussilet ajeti 44, thot Allahu i lartë madhruar, e shihni edhe ajetin, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Dhe vazhdon ajeti, sikur ne ta bënim Kur'anin në gjuhë të huaj, a'jam, thënë një gjuhë të huaj, ta shpallnim një gjuhë të huaj për arabët e atëhershëm, ata do të thoshin, përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme? Ka ardhur në gjuhën perse, pse s'ka ardhur arabisht? Do të thonin atëherë në atë kohë, në të vjen të gjuhën arabe ta kuptoj direkt unë. Dhe vazhdon ajeti duke thënë, të shkoqitura, a është ai Kur'an në gjuhë të huaj kurse ai pejgamberi është arab? Ata do të thonin, ki Kur'ani i shpallur është shpallur në gjuhë të huaj, a pejgamberi është arab. Kjo nuk ka rregull. Ato do të thonin po të ishte tjetër, por Allah e ka shpallur Kur'anin në gjuhën arabe, edhe pejgamberi ka dërguar arab, dhe vazhdon ajeti kur i jep një lloj rumbullaksimi duke thënë, ai është për besimtarët udhëzues e shurues. Ai Kur'ani
është udhëzues dhe shurues për besimtarët. Dhe pjesë e fundit e ajetit: e ata që nuk besojnë në veshët e tyre kanë shurdhim dhe ai për të është verëvim. Të tillë janë sikur se thirren prej një vendi në të largët e nuk ndëgjojnë. Ai jashtëzakonisht bukur e ka përshkruajtur Allahu xhaleshanu. Po sikur të ish shpallur Kur'ani në gjuhë tjetër përveç në gjuhën arabe, do të thonin pse është shpall në gjuhë të huaj kur pejgamberi është në gjuhë është arab dhe ne atë nuk e kuptojmë. Kështu të thonin, vazhdon ajeti për kuptimi si thotë, por Allahu xhaleshanu e ka shpall Kur'anin udhëzues dhe shërues për besimtarët. E kurse për jo besimtarët ata nuk e ndëgjojnë, as nuk e shohin. Jo se shohin më mirë sa unë dhe ndëgjojnë më mirë sa unë, por nuk i shohin dhe nuk i ndëgjojnë ajetet dhe argumente Allahu xhaleshanu dhe shtiren sikur me e thirr dika prej larg dhe nuk ndëgjon. A e ke thirr dhe një person nga larg, nuk ndëgjon. Njëjtën gjë, aty kalon e ndëgjon fjalën e Allahut, por nuk e prekën shpirtin e tij. Ju më tepër e keni ndëgjuar ajetin për shembull summun bukmun umyun fa hum la yarjun, ose ka ajete tjetra rreth kësaj të njëjtët pothuajse. Allahu xhaleshanu ose ajeti tjetër khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim. Allahu ka vullos zemrën. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim. Allahu ka vullos zemrën. Ata as nuk ndëgjojnë e as nuk shohin, ata kanë një dënim të ashpër. Ato shohin më mirë sa unë, ndëgjojnë më mirë sa unë dhe sa ne, por nuk i shohin argumentet e Allahut, as nuk i ndëgjojnë argumentet e Allahut. Vëllezër të dashur, do flas disa minuta rreth mënyrës se si është shpall Kurani Kerimi. Kemi disa mënyra, disa forma të shpalljes së Kurani Kerimit. Si ka ardhur Kurani Kerimi? Po çe Xhibrili, Allahu xhaleshanu Xhibrili, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ama si ka ardhur? A ket më një herë? A ndal ngadal? A vetëm në një formë? Çfarë forme ka ardhur? Kontakti i parë si ka ndodhur? Kontakti i tjera si ka ndodhur? E kështu me radhë. Kurani Kerimi është shpall në disa forma. Forma e parë që janë shpall 5 ajete e para të surës Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq, dhe vazhdon ajetet. I ka dal Xhibrili në formën e vet origjinale, i ka dal. Kështu i ka dal Xhibrili. Dhe e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka pa Xhibrilin në formën origjinale. Gjë që ka thënë ai kishte 6 pend ose 6 krah, saqë ditë më të mëdha ishin ditë mesme dhe ditë më të vegjël. Vetëm ato më të vegjëlit me i trondit mirë shkatrohet gjithë galaktika që ka. Kështu është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O një Xhibril, krijesa e Allahut meleku, po kujtoi Allahun xhaleshanu çfarë është? Çfarë qenie absolute është? Një Xhibril me 2 pendet më të vogla, apo me 2 krahët më të vogël, me i laku, me i trondit e kështu me radhë shkatron çdo gjë. Pa Allahu xhaleshanu dhe çohet burri i dheut, nuk e fal namazin e kundërshton fenë e kështu me radhë. Kush je pash Zotin? Nëse e lexon pak disa dhe u preferoj të rive, lexoni fizik, sidomos për galaktikat, për këto, për këtë temë. Lexoni, do ta shihni se do të rrënqitet shpirti. Për shembull, jeta e galaktikës është 4.6 miliard. Thuhet, libër shkruan, se kam njeh asun edhe ti. Shkruan 4.6 miliard jeta e galaktikave nga Big Bangu, ajet kuranore dhe për këtë ka. E më pas, ka filluar edhe gjallësa të tjera në përgjithësi, me dinazora, me bim të ndryshme kështu me radhë, ka dikundi 120 milion vite gjallësa në tokë kur ka fillu. 4.6 miliard, 120 milion e këndej. Kur ka fillu njeriu si njeri, të jetë njeri nga Ademi a.s., në libër potencohet që nuk ka më shumë se sa 20.000 vite. Thuj 25.000, thuj 30.000, nuk ka më shumë se 25.000 po 30.000 vite. Etash, nga ndej, deri sot e kësaj dite,
sa ka qenë jeta më e gjatë duke shku, duke u shkurtu. Ku e bazojmë këtë? E bazojmë në jetën e Nuhit a.s. Ai vetëm 950 vite ka thirrë në Islam. Ka jetu njeriu, po shrit, ka lind, është shrit e kështu me radhë. Mbi 1000 vite ka jetu. Sot nuk është. Sot sa është jeta mesatar? Më parë ka qenë më shumë, po duke shku, duke ra mesatarja e njerëzve. Me 50-60 ndron jetë, nuk i themi i ri maj. Nuk i themi i ri maj. Gjë që shumë shok prej nesh moshën 35-36 vjeçar apo 40 ndron jetë, e pas ka shiu pak jetën. More 40 vjeçar, ende s'di asgjë, i themi moshe pjekuris. Prandaj vëllezër të dashur, mos se shtrëngoni veten aq shumë në jetën e kësaj bote, sepse jeta e kësaj bote është misafir dhe është lojë. Kështu ka thënë Allahu xhaleshanu, është lojë dhe mashtrim. Mënyra e ardhjes është shpalljes Kur'anit Kerimit njerësh përmes ëndrës të vërtet. Pejgamberi sa sem s'ka pa ëndra jerm ne që i themi, ka pa ëndra të vërtet. Shpallje ka ardhur njeriu. Mandej është shpall përmes Xhibrilit Eminit, pra të melekut i cili ka shërbyer formën si postier, melek që e ka mbar shpalljen. Azraili ka marrë shpirtra, edhe dy melekët tjerë. Israfili është marrë dhe merr për me fra syrin, për surin me e fry kiameti kur të bëhet dhe përziti kur të bëhet ringjallje. Kurse Mikaili gjithë këto sistemin ti themi klimatik e mba në dorë Mikaili a.s. Këto janë 4 pejgamber, 4 melek që Allahu xhaleshanu i ka dhënë formën e tyre për obligime të ndryshme. Prandaj vëllezër të dashur, mënyra tjera që ka ardhur, besoni që Xhibrili a.s. ka ardhur në formën e njeriut. Përmendet për hadith dihjetul kelb, është përmend kështu dhe ka ardhur formën e njeriut. Formën e atij dihjetul kelbit ka ardhur. Dhe ka pyet, ja Resulullah, çka është kjo? Çka është kjo? Çka është kjo? I ka marrë përgjigje dhe ka shku. E keni rastin hadithi i Xhibrilit, shpesh në për ligjërat. Ma huwa al-Islam, ma huwa al-Iman, ma huwa al-Ihsan. 3 pyetje më themelore islame dhe vazhdon mandej për shenjat e kiametit. Ka ardhur Xhibrili në formën e njeriu. Kur shkon pejgamberi sa selam e pyet, e pat misafirin që ke? Thot po, a e njihni? Jo, ishte Xhibrili, Emini ishte. Dolën këtë sahabët jashtë, vetë se ki shku as nam, as nishan e kështu me radhë. Pra në këtë formë ka ardhur edhe Xhibrili, edhe në format tjera. Tash vëllezër të dashur, dal nga dal vim pjesën e tretë dhe mbrojtjen e Kuranit Kerimit. Kurani Kerimi, libri i Allahut, elhamdra që e kemi. Lum për atë që e lexon. Mirë për atë që nuk di ta lexoje. Hoxha Efendi e ka moshën 60 vjeçare, 70 vjeçare, qof nga motrat tona. Kush i hi kësaj punës e b t th, kush e lexon pash Zotin? Vallahi ladhim. Prindrit e mi mbas moshës, qof baba, qof nana, pas moshës 65 vjeçare kanë mësuar Kur'anin Kerimin. Me 10 hatme kanë bën. 65 vjeçar, unë e humba shpresën, kështu e ka shqyt Zoti, nuk është ashtu. Mas moshë 65 vjeçar, edhe ndër atë mos a diskutoj. Vetëm një, ata ka bë nasib, kësmet, ata ka shkryt Allahu xhaleshanu që ta lexosh librin e tij, kjo është më rëndësi. Nëse s'ta ka bë nasib Allahu, ta lexosh librin e tij, s'kam ç'a të bëj. Hoxhën më të madh mbere këtu, kote kije, ta ka vullos zemrën, ti s'ke drejt ta lexosh librin tim. Këtu të të dheme shpirti dhe do të shkojsh maksimum në të japësh, s'ka ku shkon, do të mësojsh edhe leximin e Kuranit Kerimit edhe atë bukur me tajvid. Kurani Kerimi është shpall në vitin 609 ose 610 në shpellën Hira, këtë e keni parasysh. Dal nga dal fillojmë tash. Edhe është shpall, është interesant, Allahu xhaleshanu betohet për penën. Nun wal qalami wama yasturun. Ju të ri që dini programim. Esenca kryesor e dosit, programit themelor, është në reshta, është shtu reshta. Me kode, enter, resht, shkruaj, regjistroj, bone, këtë reshta. Allahu betohet për këto reshta. Nun, wal qalami, wama yasturun. Nun, për këthet bukfalish nun,
pasha lapsin dhe atë që është shkruar në reshta. Ja e gjen. E gjen edhe sistemin e programimit në Kur'an. Çdo gjë në reshta. Përmendën lapsin, nuk e përfundon ajetin. Wa ma yasturun, dhe atë që është shkruar në reshta. E tash vëllezër, gjëja më themelore e një shoqërie është penda lapsi. Vëllezër, më ndëgjoni nga shpirti po u flas. Xhamia u ndërtu. E tash ta bëjmë një xhami tjetër? Hajde një tjetër të bëjmë. Edhe një të bëjmë. Edhe 5 të bëjmë. Edhe nëse nuk mësojmë që gjeneratat pas që vinë të jenë të zhytur në shpirtin e këtij shtetit me moral të lartë, asgjë s'kemi bën. Gjithë këto, si gjuha shqipe, mbrojtje saj, si vlerat islame kështu me radhë, janë për atë djaloshin që nesër ta lullzoje këtë shtet si musliman dhe si shqiptar. Këto janë vlerat më kryesore. Objektet vinë e shkojnë, gjenerata mas që është, prandaj lapsi është shumë i rëndësishëm. Vëllezër të dashur, sa i përket asaj që deshëm ta potencojmë në atë është që Kurani i Kerimi është shpall në vitin 610 në shpellën Hira dhe më ndëgjoni me vëmendje tash. Ajetet që janë shpall, për shembull, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ajo këto ajete para, 5 ajete para, në rregull. Këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhënu sahabët që t'i mësojnë përmendsh. I ka urdhënu mësonja. Dhe i ka urdhënu gjithashtu që t'i përdorin në namazet ditore që ka qenë në atë kohë, vetëm di namaze. Mëngjes dhe mbrëmje. Kështu thot transmetimet. Di namaze ka pasur. Gjë që para në momentin e parë që është dërgu Gjibril Emini te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka mësuar dy gjëra elementare pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një, ja ka mësuar guslin, pastërtin, dhe ja ka mësuar abdesin. E dyta, ja ka mësuar faljen e namazit. Ama hoxha nuk është shpall elhami si mund suratul Fatiha, si mund ja mësoj, ai ja ka mësuar se si shkon forma. E më pas dal nga dal kanë ardhur edhe ajete tjera. Vëllezër të dashur, nuk hasim në asnjë pejgamber të mëparshëm, as te Musa alayhis salam, as te Ibrahim alayhis salam, asnjë pejgamber që shpallja që është bën ndaj tij, ti çoj shokët e vet, ashabët e vet, ta mësojnë përmendsh atë dhe ta përsisin para tij. S'ka te pejgamberët tjerë. As te krishterët nuk ka, as te jahudit nuk ka, sipas atyre. Nuk ka. Është dërgu, ka ndruar jetë, Allah e mëshiroft, këtë në rregull. Pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka thënë, është fal surja Ikhlas, kul huwallahu ahad. Thuma e ka thënë atij, thuma. Kul huwallahu ahad. Jo këtu shtrëngoje pak, këtu zgjate pak, këtu mbaje pak. Shtoj edhe këtë se gabim e ki, e kështu me radhë. Ja kanë dëgjuar shpalljen atij. Vazhdojmë. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çonte sahabët që ta mësojnë Kur'anin e Kerimin, kishte shumë prej tyre që dishin të lexojnë dhe të shkruajnë. Kishte prej tyre, jo shumë më kishte. Edhe para se ta shkruajsh në atë noticat apo në ato shënimet ku i ke marr, thot pejgamberi, ma lexo mua, ma lexo një herë. Çka ke shkruajt ose çka do shkruash? Ja Resulullah, do ta shkruaj për shembull kapitullin ose kët ajet. Çfarë? Tabarakalladhi bi yadil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ha, thot mirë pas ke kët. Vazhdo një ajet. Jo, thot s'ka ardh kjo ajet. Një ajet tjetër ka. Kapime kje këtu. Ndreqe, përmisoje. Edhe ai dal nga dal, ai sahabiu në fjalë. E ka përfunduar. Tjetri ka thënë, ti a dish diçka nga shpallet? Po di. Urno, thot thuj. E ka thënë, këtu përmisoje, këtu shtrëngoje e kështu me radhë. Prandaj vëllezër të dashur, pejgamberi alayhis salam kërkonte nga çdo person që shkruante Kur'anin që t'ia lexoj para tij e më pas ta mësoj përmendsh. Një dia lexosh pejgamberin alayhis salam, më pas do ta mësojsh përmendsh atë që e ke shkruar. E tash, më ndëgjoni me vëmendje. Kur u bën shumë sahabët, pra të shku të u shpall Islami, numri u bë shumë i madh, së një mbrinte pejgamberi alayhis salam, gjatë ditës së një mbrinte. Dhe caktoi mësues adekuat.
ato mësuesës zakonisht janë nga ashabu sufa, ose edhe mësues tjerë. S'ka shku vetëm Abu Bekri, Omeri, Othmani, ka pa edhe mësues tjerë të aftë. Por para se t'i zgjedh mësuesët, ka thënë në këtë formë. Njëherë 3 pika kryesore, këto mbani mend. 1. Të mësohet Kur'ani nga një mësues i autorizuar. Vëllezër, Kur'anin mësoje nga një mësues i autorizuar. Mos e mëso Kur'anin prej YouTube-s, pash Zotin. Hoxha Efendi e kam dëgjuar një ligjërat nga YouTube-ja, si ka thënë kështu, ka thënë ashtu. Pa nuk mësohet Islamin prej YouTube-s, pash Zotin. Po njeriu ka studiu, ka dhënë mundim e kështu me radhë. Konsultohu me njeriu, është i autorizuar për këtë punë, apo jemi të autorizuar për këtë punë. Shfrytëzoj njeriu i cili e ke afër. Internet është pazar pa kritere. Çdo gjë që fluturohet hahet në internet. S'ka kriter. Çka don atë e zgjedhën. Çfarë do lloj medhebi, po edhe jo medhebizëm. Çfarë dush e ke. Këtu në Islam, këtu në tek hoxha ka kritere shkencore. Jo ashtu çdo gjë që fluturohet nuk hahet. Prandaj vëllezër, pika e ditë ishte të shkruhet e dikush që kontrolloj. A e ke mësu namazin si falet? A e ke mësu një dov? Kontrolloje pak. Unë e di. Ku e di ti? Kontrolloje dikundi ato. E kem kontrollu një hoç e kështu me radhë. Ma një me këto di nocione. Problemi më të madh që e kemi këto di nocione. 1. Imam dhe hoç. Imam e ka imamin e xhamis, hoç e ka peleku e ka hoç. Imam e ka imamin e xhamis, hoç e ka hoç shpirtëror e ka dikundi në skajt botës. Nuk çojnë këtu larg. Do të bëjnë konflikt kjo. Gjatë jetës tënde kesh konflikte. Këtë ma e mend. Edhe imam, edhe hoç të jetë person i cili ta don të mirën dhe ta ka dhimbjen shpirtërore ta ndjen. Jo ai i cili është në skajt të botës. Këto e marrë të mbajni mend. Qetra është vëllezër, pika më e rëndësishme e ligjëratës dhe ndal ngadalë mbyllim. Mendoj se do ta mbyll ndal ngadalë me ndakos. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë mbajnë mend. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë Ramazanit e ka lexuar Kur'anin e Kerimin përpara sahabëve dhe gjithë sahabët a vjen zani gjithë sahabët i ka urdhëruar që ti marrin shënimet e tyre që i kanë në shtëpi. A ke shkruar Kur'anin e Kerim? Thot po, kam disa shënime, merri në Ramazan për çdo ditë. A i ka lexuar që të kanë dëgju dhe i kanë pas shënimet e tyre. Kjo mënyrë e leximit quhet arda quhet. Do të thot, ka thënë si shembull, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një sahabi shembull thjesht e marr. Një sahabi thot, ja Resulullah, unë se pas kam bë alemin, pas kam shkruaj diçka tjetër. Përmirësoj atë. Në rregull po, a ka dhe i paqartësi? Jo. Ar-Rahmanir-Rahim, këtë në regull. Maliki Yawmiddin, unë pas kam bë Maliki Yawmiddin, jo ashtu, Maliki Yawmiddin, jo tek llojet e leximeve, po këtë esenca e kanë fjalën. Përmirësoj, dal nga dal, për çdo Ramazan e kanë bë. Dhe në Ramazan e fundit janë të bu më shumë ajete, vetë se ka fundi jemi, e ka lexuar di herë këtë e ka bë. A e keni parasysh se e ka mbrojt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'anin gjatë jetës së tij? Ka thënë lexojmë atë shoh surën Alaq, surën ka ta them, surën Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq, mirë, vazhdo. Min sharri ma khalaq, bukur, vazhdo. E kështu me radhë. Gabim bon, jo ashtu. Përmirësoj këtë. E kështu me radhë. Pra i kanë dëgjuar si mësues. Jo është shpall ajeti Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haj selamu alaikum. Ju çka doni bani, unë pejgamber e kryta punën tim. Jo kështu. I ka shku mas sahabiut, i ka shku mas deri sa ta mësojnë mirë siç duhet. Dhe kjo mënyrë quajtur arda është quajtur. Ndal nga dalimi në përfundim me sipër. Do të mundohem sa më shkurt i bëj këtë. Ndron ta keni parasysh, Kur'ani i Kerimi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është shkruar në libër, por në shënime. Çfarë shënime? Shënime në lëkurat e kafshëve të ndryshëm, të deves, të kafshëve të ndryshëm, që janë halal, kuptohet. E kanë marrë likurën, e kanë thënë dhe i kanë shkruar ajetet. Dhe kanë pat një shtëpi, një dhomë që i kanë mbrojt ajetet. I kanë shkruajt ajetet në eshtra. I kanë shkruajt ajetet në përgjethat e urmave, në për likurat të bimve,
të drunjve, çfarë ka, çfarë s'ka, kushte më primitive. I kanë shkruajt dhe i kanë tubu krejt ato. Në rregull, e din këtë sahabët përmendsh Kur'an-i Kerimin? Pra flas shumica, ato që janë më të afër, jo të pleq, e din këtë përmendsh? Edhe ndron jetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shënimet janë, a janë shënimet. Ama libër nuk është. Ndodhi një luftë. Ka pat 2-3 lufta të ashpra mes muslimanëve bile ka ndodhur. Dhe një luftë ndodh mes Musellim el-Kedhabit, po, el-Kedhabit në Yemame dhe e cila gjendet në afër periferi të kryeqytetit të Riyadit në Arabi. Musellim el-Kedhab është Musellim Racaku, se ka shpall veten si pejgamber, ama ka mbledh një numër madh njerëzish. Edhe Ebu Bekri merr iniciativë që ta shuaje atë munafiklëk, atë iniciativë të sherrit. Ndodh një luftë El Yemame dhe ndrojnë jetë afër 6.000 sahabi, 6.000 hafëzlar. Shumë sahabi, ama edhe 6.000 hafëzlar. Kthehen, e kanë fituar luftën, por nuk janë gjazmum. Do të bëj fitum luftën, alhamdulillah, por lese e fitum luftën, 6.000 vëllezër tonë hafëzë shkuan, shehit shkuan. E thirr iniciativa Hazreti Omerit, Ebu Bekr, khalife, duhet ta shkruajmë Kur'an-i Kerimin, asnjëherë. A e ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Asnjëherë. Ço dikush për një organizim, a e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo. Oj, kur thot dikush, e janë ta bëjmë një ibadet tjetër që se ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është bidat tërsi, pa diskutim është kjo. Por në mënyrë organizative, për të mirën e muslimanëve, ka lloj gjëra tjera. Andaj vëllezër, e thirin atë njeriu më të aftë i cili ka qenë edhe kryetari komisionit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e thirrën Zeid ibn Thabit. Eja thotë tek. Do ta shkruajmë Kur'anin e Kerimin. A u ka lënë mendja? Do bësh një gjë që s'e ka bërë pejgamberi asnjëherë. U thot shkuan 6.000 sahabi, hafëzlar, edhe ne do vdesim një ditë. Ku çka do bëhet ki Kur'ani i Kerim? S'ke fajthët. Po e na hupe na përdor. Po çfarë do bëjmë? Po do ta shkruajmë. Po si? Po të formojmë një komision. Po të nga libri, dialog nga libri. Dhe formojmë një komision, edhe do caktojmë disa rregulla për me shkruajtur Kur'anin e Kerimin. Po çfarë rregullash? Komisioni zgjidhet prej 25 antarëve. Dhe njëra prej 25 antarëve është edhe Ummu Waraka, gruaje, vetëm pak. 25 veta, 24 meshkuj, një grua. Ai gruaja ka qenë hafize fuqishme. Sot me bëu një komision diçka. Kryesia e xhamisë ose shoqëria një komision, edhe një grua ta zgjidhin dikujt se është e aftë. E pushkatojnë atë kryesi. Vallahi pushkatojnë. Mbrëmje se ne mbrin ato. Se ne mendojmë, le të rrijnë shtëpi bashkëshortja, le të rrijnë shtëpi gruaja. Sot gruaja është emancipuar, do thotë ka arrit nivel më të larta. Ka grua atë shumë shkollë që erën së një marrësh. Është interesante, o a tham nga përvoja, kjo është mendimi im privat. Mbaj përgjithësi vetëm për veten time, mbaj përgjithësi. Në komunitetin musliman shqiptar në Zvicër, ishte para 2 viteve, u mbajt kuvendi. Dhe në kuvendi këtë hoxhallarët, këtë antarët të kryesisë erdhën në kuvendi. Dhe u zgjodhët prej 13 ose 15 veta, nuk jam i sigurt, ma marrin për tek ishte 11 ose 13 ose 15, pas 15 mere. Dhe një hoç tha, pa ka be mundësi me i marrë një 2 gjinis femrore që kanë shkollë, në këtë që t'ishtë atë e hangër gjallat hoqën, atë kalam mendja, qëka i bën groja në kryemission? Punë e madhe. Vej, thët, nuk ka bashtu, thët, vej, janë një 2 motra, e ishtë nga xhamati vetë i kishte, janë një 2 motra, a bën të prezentohen, ta mundet, ama çfarben? Ne të prezentohet, ta bëjnë atë veten, ama s'kan shans tin. U qua u prezentu, unë jam doktoreshta, dhe kam punu, nëse më ndogjon e të më përmisoj, dhe kam punu në ambasadën e Zvicrës në Washington. E sheku? Në ambasadën e Zvicrës, ku nuk e dim ku në Washington. Ajo ka punu atje. Edhe ndërë ta kesh komision atë. Për media ka doktoru, ka magistru e kështu me radhë. Ngishta 5-6 gjumë. Qetra tha, unë jam doktoresh për çështje juridike. Gjën më të keqe, më problem që ka pasur Hoxha Efendiu, gjët juridike gjatë xhamisë. Mos shkeli çdini
diçka që çon në penalizëm, dënojnë, ta mbyllin. Kjo është derti më i madh. Dhe sot janë në antar të komisionit. Do të thotë, është çmuar gruaja që atëherë. Ka një variant dhe ndal ngadalë mbyllim. Kërkej falë o Xhefendi. Ma bëni Allah, edhe mbyllim. Ka një transmetim, ndëgjoni me vëmendje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në histori, në atë Siren e Nebevi që ka shkruar Ibn Hishami, ka thënë, e ka vepruar kështu. I ka shpall ajeti kuranor. Ka ta marrim shembull, Suratul Fatiha, Elhamdu Rabbil Alamin. E ka shpall, va ka lexuar një veçir, e ka përfundu, ka shku para namazit të akşamit, ose para namazit të yatsis, ose mas namazit të yatsis. Pra pas dite me një ju, ka shku dhe gjinis femrore va ka lexuar Elhamin, ose atë sure, ose atë ajete që janë shpall. A keni parasysh, i ka çmu gjinin femrore, ka çmu që atëherë. Vëllezër të dashur, më ndëgjoni me vëmendje edhe mbyllim dal ngadal. Zeid ibn Thabit e bot kryetari i komisionit. Ai para se më u zgjedh ka thënë, mua më thon kodrën e Uhudit me kacin e çojmë ato që këtë punë mos ma jepni. Mos ma jepni ta mbledh Kur'anin, se nevojën këtë punë. Morë ti ke qenë kryetari i komisionit kohën e pejgamberit sa ti më se bësh kush nevojë kët. Me 100 qamete kanë si thonë, mezi e pranon. Po tash do të zgjedhim minimum 2 shënime. 2 dëshmitar për një ajet, minimum. Shënime që kanë, jo përmend që e dish. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. A e ke shkruar dokumentin? Thot po unë, ti qetri po. A u paraqiten 5 veta. Minimum 2 pas kemi. A më kuptoni? Kush e ka shkruar Elhamin? Sot el Fatiha. Unë i ka thënë Zeid ibn Thabiti. Ti qetri po, i pas kemi 2 dëshmitar. Këtë ajet e shkruajmë. Qetrin. Për çdo ajet të Kur'anit Kerimit ka pas minimum 2 dëshmitar. Vetëm një ajet, 1 dëshmitar. Sura Tawbe, ajeti 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Pyet Zeid ibn Thabit, "Uja ka be dikush tjetër?" Vetëm një. Hudhaifa. E ka pat emrin. Ashtu është? Hudhaifa bin Thabit. Vetëm një. Kërko me daull beri uaj, të shkrim Kur'anin Kerim, e dim përmend shkejt. Kemi fal me atë, këtë e dim, shkrim do ta dim. Kemi bevajs, kemi argument, kemi. S'ka vetëm një. Vetëm një dëshmitar. Si ta shkrim këtë ajetin, një. Kushtet si plotson. Ta hekëm se ne hekëm, se është ajeti. Ta shtojmë se ne shtojmë, se si plotson kushtet. Ngelëm. Ky person, më dëgjoni me vëmendje. Hudhaifa bin Thabit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte kohën para pejgamberllokut, është marrë donjëherë me tregti, donjëherë. Jo shpesh, s'ka qenë tregtar i madh, donjëherë. Ka shit ka bler diçka të thjeshtë. Më ndëgjoni me vëmendje. S'është pejgamber, njëri, moshën 30-35 vjeçar. E shet një deve. Jo, do të blej një deve. I thot, sa dinar për shembull? 100 dinar. Në rregull. A bën të shkoj ti marr, do kthehen. Ja zotën dorën në rregull. Merren vesh. Shkoni merr 100 dinar për shembull. Kthehet thot urna. 120 thash, nuk thash 100. Ai shitsi thot. Ore 100 thave. 120 tham. 120 thash. Nuk thash 100, 120. Për shembull. Oj 100 më thave. Prandaj shkove e mora 100 i mor, janë 100 për shembull. Hudhaifa bin Thabit. Erdhu afru e kapi për fytja shitsin. 100 i ke thënë djalit. 100 epja. Jo qerët mas. Cojk, jo dëshmitar, kit mas. 100 i ke thënë djalit epja. Dhe ja e paj atë deven për 100 dinar. Dhe kthehet pejgamberi se sem duke qenë jo pejgamber, moshën 35 vjeçar. Thet. Dëshmia këtij Hudhaifa bin Thabit vlen sa dëshmia di burrave. Asnjë burr nuk u çua ki vet u çua para këtë njerëzve. Prandaj dëshmia e tij është sa vlen sa di dëshmitar. Vetëm ki e kishte atë surën, ajetin 128 të surës Tawbe dhe ka thënë dëshmia e këtij vlen sa di veta. Prandaj shkruaj këtë ajetin se është ajet origjinal.
E tash ndal gadal vëllezër më dëgjoni me vëmendje pika shumë shkurta. Kurani është të bu në sajfe, në faqe dhe është mbyll mushaf i thuhet. Mushaf do thot Kurani i shkruar mes di kapakave në fleta. Kësaj thot mushaf. Një origjinal në shkruar në kohën e Abubekrit. Kohën e Omerit vlen një origjinal ende, vetëm një libër ka pas. E kanë ditë këtë përmenç. Po në kohën e Othmanit përhapet historikisht, përhapet shumë kufit e muslimanëve, edhe përzihen mes vete. Shtot fitnje e madhe, edhe lexojnë me nderjush muni pa lidhje, ma pas rregull as asgjë. Prandaj shton edhe pikat, shton edhe ato vizat e kështu me radhë. Sot që kemi e i u s'ka pas, sot që kemi d.j, d.t s'kan pas atëherë. Edhe ndal nga dal, kohën e Hazreti Othmanit, i të bon Hazreti Othmani një komision e formon dhe i formon 4 libra i shkruan. 4 libra të njëjta nga Kurani origjinal. Dhe para njerëzve va lexon ka 2 herë. E ka shkruajt këtë lexoje. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Deri kul a'udhu bin nas. Qetrin. A janë origjinal janë. Shpërndaj këto në përqendrat islame. Edhe një Kur'an i cili ka qenë në Damask, më ndëgjoj me vëmendje, deri në shekullin, deri kur udhëheqjen e Umejadëve, Temurleni quajtur. Ai e ka marrë atë, e ka transferuar në Samarkand. Atje ka qëndruar deri në shekullin 19, 1800 e diçka. Mandej, me lëvizjet e ndryshme, kur fillon edhe komunizmi, pra këto lëvizjet e Rusisë e kështu me radhë, e marrin në Shën Petersburg. Dhe nga Shën Petersburgi, në vitin 1000 pas luftës së parë botërore, 1920 e këndej, e marrin e transferojnë në biblioteka të ndryshme në Tashkent. Edhe nga atje e marrin e transferojnë në Londër. Sot në Londër, Birmingham, mund ta gjeni Kur'anin origjinal të shkruar në kohën e Othmanit radiallahu an. Dhe vëllezër dashur, është interesante ky monument. Valla po, kjo prem më emocionon, mërzitë ky fakt. Subhanallah. Hazreti Othmani, halife muslimanëve, udhëheqësi muslimanëve, ja izolojnë shtëpinë e tij, keni dëgjuar nga hoxha jetën e tij, ja izolojnë shtëpinë e tij, munafikët e njerëz të ndryshëm. Edhe nuk del nga shtëpia e tij gjatë kohë. Dhe duke lexuar Kur'anin e Kerim, e hin përmes çatisë, i themi, dhe e mbytin duke lexuar Kur'anin e Kerim. Gjë që ai Kur'ani i Kerim thuhet që është e saktë që është në Top Kapësaraj, është në muzein në Istanbul. Dhe është i përgjakosur në ajetin. Shihni këtu është i përgjakosur pak e figura. Është i përgjakosur dhe në ajetin thot fa inna hasbukallahu, thot por Zoti do të mjaftoj. Pra vetëm Allahu xhaleshanu do të mjaftoj. Nuk ka nevojë dikush tjetër. Dhe si fjali e fundit, ku doni mund ta gjeni këtë? Janë formu komisione të ndryshme që gjejnë gabime në Kur'an dhe gjejnë gabime në Bibël. Në Bibël, pa hiperbolizim, nuk i nënshmoj pas Zotin. Kam respekt për ato. Fe e tyre, pa më parasysh, ama është e vërtet shkencore këtë, do të themi, sepse ka mos e gjenë këtë. Minimum ka dikundi 200 deri në 250.000 gabime mes ungjive, Markut, Jovanit, Lukës e kështu me radhë. Pra, 200 deri 250.000. I nderuar ti themi Zotri Pretzel formon një institucion, formon një komision në qytetin e Muniut për me gjetë gabime në Kur'anin e Kerim, formon një komision, dikundi zgjat 35 vite ky komision. 35 vite mundohen gjejnë gabim Kur'anin e Kerim dhe kanë thënë kemi gjetë vetëm 4 vende, ama nuk janë gabime ato, llojet e leximeve të ndryshme, me fjalë qëra nuk ka gabim në Kur'anin e Kerim, ama kanë thënë se kemi gjetë. Ato janë lloje të ndryshme të leximit. Ka wad-duha, një kiraje që është wad-duhi, wal-layli idha saji. Kjo nuk është gabim, kjo është lloj i leximit. Ende vëllezër, më ndëgjoni vetëm një gjë. Për mua, besoni edhe 3 minuta dhe mbyllim, tash e fundit tash. Për mua, si një besimtar i thjesht, si musliman i thjesht, për mua, më prek se janë mrekullit shkencore në Kur'anin e Kerim. Mrekullit shkencore në Kur'an, mua mi presin këmbët. Sepse
ato të arritura shkencore Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mund t'i di. Ku t'i dije pejgamberi se më ka pat teleskop, më ka pat diçka asgjë s'ka pat. Ku t'i dije? Dhe Allahu xhaleshon si e ka potencu, kjo është madhëria e tij. Për shembull, gjenja e dhimbjes në likur. Gjenja e dhimbjes në likur. Kur bëhemi operacion, anestezioni vlen vetëm sa të hiqet likura, se njeriu ndjen dhimbje vetëm në pjesën e likurës. 3-4 likura ka njeriu? 3 likura, 3 shtresa. Nuk ndjen dhimbje me aprek ashtin kocin, se s'ka sistem nervor të dhimbjes mrenda. Vetëm për likurën ka. Dhe Allahu xhalleshanu, dëgjoj me vëmendje, ka thënë, thot Allahu xhalleshanu, Inna ledhine keferu bi ajatina. Është e vërtet se ata që mohuan argumentet tona, pa besimtarët, qafirët, a i mohuan argumentet. Është e vërtet. Vazhdon ajeti, do t'i hudhim në zjarë, sa herë që u digjen likurat e tyre, ne indërojmë likurat të tjera që ta shijojnë dënimin. A u hudhe në zjarë? Po. U doq u bo shkra me hi? Po. U kry, u doq njeri, ku e qonë? Edhe njerë dhët Zoti kam t'jari për 3 lëkurat që ta shjoj dhimbjen. Pse thot likurat dhimbjen? Pse dhimbja është tek likura. Nuk është e ashti, as të sistemi gjakut. Vetëm tek likura. Prandaj, digjet shkrambot për sëri të ripërtrin Zoti të ripërtrin likurën. Ta shjoj dhimbjen. Për sëri, pa qosh. Pa fund. Allahu në rujtë. Dhe pjesa qëtër, mrekullia shkencore tjetër që mua më prek. Ka shumë mrekulli shkencore. Këto dija mua më prekin shpirt. Si mund çdo kush prej nesh t'i kese majt e gishtave të ndryshme? Si mund edhe kjo? Po njeriu i bën me di gishta të njëjta. Sa miliard njerëz kalin pita Ademi alayhis salam. Pa qosh, pa numër. Lloj kabile, lloj afrikani, lloj azi, lloj evropiani. Se cili e ka ndryshe gishtin, po mrekullinë e vete. Ku ta di Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë? Si thot Allahu, thot bela, thot ala an nusawiya banana, suratul qiyamah. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama, ayahsabu al insanu an la najma idhama bala qadirin ala an nusawiya banana bal yuridu al insanu yafjura amama. Dhe vazhdon ajeti. Do të thot Allahu në Kur'an, po do t'i tubojmë duke qenë se ne jemi të Zotit që rikrijojmë si kanë qenë edhe majt e gishtive të tij, apo të dikujt tjetër. E në ato do t'i ringjallim ama bashkë me ato, nuk do të kesh rafshkët. Këtë njerëz do kemi edhe në botën tjetër do të kemi të njëjtë si kemi këtë botë. Prandaj sot vim gisht sepse është identitet në vete. Vëllezër të dashur, e di që te prova. E di që u komi ndërhak, kërkoj falje. Por, ma bojnë anal duke nis nga jo që kemi marrë rrugë 250 km, edhe inshallah dhashtë Allahu Gjelleshanu që të shime edhe në takime tjera. Mbi të gjithash, Allahu Gjelleshanu, për nder të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për nder të Esmail Husnas, dhe për nder të Kurani Kerimi që e ka shpall, ju mbrojt juve dhe familjarët tuj nga çdo e keq e kësaj bote dhe botës tjetër. Ju dhash çdo të mirë të jetës së kësaj bote dhe botës tjetër. Ai i cili ka dert, ja Rabbi jepi derman. Ai i cili është i smur, ja Rabbi jepi shërim. E ato që kanë ndonjë send tjetër, ti ja Rabbi plotësoj me atë që është më e mirë. Ma bëni Allah, vërtet e kanë tepruar. Zoti ju bekoft, Zoti shpërblet. Walhamdulillah alamin. Faleminderit. Këtë shpjegim të mrekullueshëm të Kuranit Kerimit, Allah e nderoft, Allah e shpërbleftën, në të vërtetën ja ka vlerë, i nderon hojë shpërblet i dhe zanat në gjithësër zanat me këtë shpjegim të mrekullueshëm, të kanë të drejtën e unë pas ka marrë mallin e ndëgjum të vëpej në drejtën në këtë detaje si kemi mësuar, mi kujtoj që ato qastet e anëllat në dërses, Allah e të kujtoft në fund të hajrë dhe të mira, inshallah ty e familjen tane dhe të gjithë inshallah. Duke mos dash me humkoj inshallah, i dhajmë fjallën në hoxhës tonë dënum nga zmendit të na jep vlera e konakut të Kur'anit.
edhe për këtë titull kaq interesant jam shumë kureshtar me ngu hoxhën e nderon për kanakun që kanakun ka që përmon kureshtar hoxhën e nderon Allah e nderot e تفضل. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الكريم الذي شرفنا الله بإرساله إلينا وشرفنا ثانيا إن جعلنا من أتباعه إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Të nderuar, Maulana Allah, besoj që ato që kanë i tha doktori, Allah është përbleft. Allah është përbleft, janë të mjaftueshme. Unë e di që është fatkeqësia jona që nuk kemi mësuar mjaft më nejt edhe më ndëgjuar edhe më mësuar, por besoni ja vlen. Unë nuk do ta zgjas gat. Do të flas për këto se ja vlen që e përmendi hoxha konaket e Kuranit, i pas ka bo, por para se të flas për këto, si relax pak për me zgjuar veten edhe juve prej gjumit, po tregoj e përmendi një emën, hoxha e përmendi Musailamatul Kadhab. Musailamatul Kadhab vetëm so për relax. Ka qenë një njeri që e tregoi hoxhan ka gënjur se jon pejgamber. O shfaq në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi son ka treguar që ka ndodhur hadithe sakta se pas meje do të vinë 30 pejgamber të rajshëm. Secili prej tyre urren. Subhanallahu, këtë kanë ardhur. Ku ju kanë mbet ata? Ha? Edhe ata kanë ardhur, kanë pas fort, shtet I ka fshi Allah, I ka qinë bërlok të historisë, veç kur më bo hajgore që të përmenen. Por fatkeqësia Allah e din qysh I kanë dëshkuat, Allah na fol. Me rëndësit e ndërrurët e mi, ku ka dollë ky pejgamber, ata njerëz po I thojnë, Muhamedi alayhi salam, thojnë që është pejgamber, kur I ka lexuar dikujt në Kur'an, kanë ardhur njerëz të vërtet, ju kam shtyr në sy edhe ja ka kthy Allahu shikimin. Isa alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahut, I kam shtyr në sy njerëz dhe u ka kthy Zoti shikimin. Ka thonë, hajde tip që je pejgamber, ka thonë, ja ka prun njëri aty I Paris, djalin e vet, ka thonë, djali jam e ka njërin në sy të verbër, ka thonë, nëse ja kthen shikimin, ka thonë, krejt këta miletin tem, kum kabilën tem, kum të ngjit për mas. Edhe ja bjen ai spropi Allahu sim kthy në sy, I çerrohet edhe syni tjetër. Edhe tani hin luftë, kjo është hapi por kur ka fituar kur ka filluar më dështuar Musailamatul Kadhab. Dhe në rand tjetër që ndërlidhet shumë me këto që e përmendi hoxha, e përmendi Ibn Kathiri në librin Bidaya wa Nihaya. Amr ibn Nasi ka qenë kohë sahabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por në fillim ka vanuar me pranuar Islamin. Edhe ka qenë Amr ibn Nasi zoj njeri I zëshëm në Quraysh. Kur kanë pos në I delegacion dikon, e kanë qitë për para. Edhe me rëndësit e ndërruar të mi, masi Musailamatul Kadhab ja ka nis më rajt që janë pejgamber, është shkuar një ditë Amr ibn Nasi, edhe po e vetë Musailamatul Kadhab që ai ka zbrit ati pejgamberit ju. Edhe ja nis Amr ibn Nasi, edhe pse s'ka qenë, mushrik ka qenë. Amo subhanallah, është interesant, e përmeni hoxha Ibn Hisham në sire. Po e foli veç këto dhe s'po foli tani për tim shkull. Ibn Hisham që e përmeni në sire, që e përmeni hoxha, e përmeni të mushrik matë maj, pe Abu Jehlit edhe meren, edhe pse kanë luftuar pejgamberin alayhis salam, natën kur pejgamberi son falte namaz natë, shkojshin te shtëpia e pejgamberit alayhis salam dhe bojshin vëna mu mshef, edhe me ndëgjuar pejgamberin alayhis salam, smuishin me nal veten e tyre për me ndëgjuar Kur'anin e Allahut azza wa jall. Deri so u bënte mëngjes dhe I nxënte mëngjesit e pajshin njëri tjetrin edhe ja dheshin besën. 3 herë përmend Ibn Hisham në sire, 3 herë njëjtë thonë, nëse e gjojna herën e tretë, kina mja prej kryet njëri tjetrin edhe tërhiqen mos me ngu Kur'an. Mushrik, armik më të mëdha pejgamberit alayhis salam. La yamlikuna anfusahum amama kalamillah. Ndërsa musliman ditë na do të më thirro musliman rizanillah, por Zotin hajtë mëso Kur'anin. Rizanillah që është breçë 30 vjet, siç kjo që është kur namaz halal homin se ke mësuar me lexue. Ai mushrik, armik I pejgamberit alayhis salam. Me rëndësi, Amr ibn Nasi thot kad unzila ilayhi suratun a'jaz al-arab. Se ti ka zbritet pejgamberit tonë set një sure se që krejt arab ti ka qitë ndëguj kus mund me I bore plik. A dini çfarë sure, një sure gate madhe. I set një sure për cilën Imam Shafi'i rahimahullah ka thonë law ma unzila ala an-nasi ghayraha lakafat.
Mos më zbrit Allahu kur gjë pi Kur'anit tjetër veç që kjo ju kish mjaftuar njerëzve. Cilla sure? Ja nis me lexu Amr ibn Nasi dhe po dridhet pe lexon surën Wal Asr, innal insana lafi khusr, po dridhet Amr ibn Nasi. Ai thet çakia dhe ça po dridhesh, po mua ka zbrit një sure thet edhe më mirë. Thet ajo ka min surja fil, thet el filu mal filu wa ma adraka mal filu, el khartumu tawilu, edhe ja nis më kesh Amr ibn Nasi ndëgjon vllazni. Edhe ja thet që thonë shumë interesant vallahi thet. Innaka ta'lam anni a'lam annaka kadhab. Thet pasha Zoti, thet ti e din që edhe unë e di që je turrajt, se s'është kjo që e zbrit në pe Zotit. Apëtando. S'është e zbrit në pe Zotit. O vllazni, shkurt po duhem me i përmend veç 2 apo 3 hadithe shkurt edhe me as po duhem më uzur nuë. Hoxha Muhamedi e përmend në fillim tha është begati Allah që na ka mësuar sonte më kon këtë. Dine që s'ka vend më të mirë. Kur s'kish shikon mujt më kon nas një vend më të mirë se sa këtu. Thot pejgamberi alayhis salam hadithin që ne transmeton Imam Buhariu se ju netina për hadith të Osmanit që e përmendi hoxha është për hadithe të pakta që i transmeton Osmani se khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. S'ka punë më të mirë që mund me e bë se sa me mësua më najt me ngu historikun e Kur'anit, me mësua 2 ajete për Kur'an. S'ka punë më të mirë. Po ku ka punë më të mirë? Ngënë që thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, hadithin që transmeton Muslimi sahihun e tina për hadith të Buhariut. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam ma ijtama qawmun fi baytin min buyutillah. Nuk bashkohen muslimanët në shtëpi për shtëpia të Allahut. Allahu na bof prej tyre ya Rabbel Alamin. Çish na bashkuan këtu? Thet yetluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Thet edhe e lexojnë Kur'anin e Allahut, edhe i mësojnë kuptimet e Kur'anit që foli hoxha. Illa ndëgjoni, i përmend 4 gjëra pejgamberi alayhis salam. Se çilla prej tyre veç njëon me përmend kish mjaftuar. Illa nazalat alayhimus sakina, Allah manzil sakinata alayna ya Rabbel Alamin. Por posa Allahu kam ju zbrit qetësinë zemrat e tyre. Kam ja u kënaq loçkën e zemrës Allahu asaj. Qetësi për qiell, ku të lexosh librin e Allahut, ku të mësosh librin e Allahut, qetësi për qiell. E transmeton Buhariu dhe Muslimi për hadith se Said al-Khudriut. Ngore, njëri prej sahabëve pejgamberit e sallallahu ka marrë surën Kahf të nderuar edhe po e lexon. Natën tunajt e ka pas kalin lidhur me ato dhe po e lexon surën Kahf. Se tu lexuo surën Kahf, natë errësir. Se ti anis kem vikën i dritë për qiellit. Edhe ja filloi kali më hik. Se derisa të u tuta që po më mbyt fëmin që e kisha pranë vete, edhe e nala Kur'anin se vikes dritë. E transmeton është Buhariu dhe Muslimi këtë hadith, vike dritë për qiellit. Kur u quan sabah tha, shkruva tha te pejgamberi sa i thashoi i dërguar me Allah, kështu dhe kështu ndodhi tha. Tilke sakinatul Kur'an tha. Që kjo është qetësia që të vjen kur të lexosh Kur'anin. O Allah, bona që neve sonte ta kena nasib këtë hise ya Rabbel Alamin. E fora illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma. Tha dhe Allahu kam jau gjua rahmetin, kam jau derë për mita rahmetin e tina. A konda njone pej neve që s'kena nevoj për rahmetin e tina. Walaula fadlullahi wa rahmetuhu, sikur mos tjetë mirësia dhe rahmeti Allahut, as një pej neve s'kishum nejnë, s'kishum meritua më marë frim 1 minutë në këtë si përfaqet. Tha ja u zbret Allahu rahmetin. Allahu zbrit rahmet e falem bi neve, ya Rabbel Alamin këtë natë. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, tha tjetra, tha إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فبرثوا الملائكة رستونف رس ملائكة صارين dhe ngjiten melajket deri në qiellin e Allahut. S'po duam me përmend hadith tjetër që e ka përmend Imam Ibn Hajar në Fathul Bari në shpjegim të hadithit. Deri në qiell të Allahut ngriten melajket edhe bojnë dua për neve. Tha wa dhakarahumullahu, ndëgjoj vëlla dhe motra jam. Ndëgjoni por hir të Allahut, ndëgjoni tha wa dhakarahumullahu fima anta. Tha dhe Allahu ata njerëz ka me i përmend të melajket e tina, i përmendi hoxha melajket e mdoja, me emna i thirë Allah, thirë, o Gjibril, se të rëbë të mi, filonja dhe filonja, ju në lehë më filon gjamin dhe po e lexojnë, po e mësojnë librin të emë. Wallah, billah, s'ko privilegj ma të madhë. Se kë, wa dhakarahumullahu fi men inda. Lusë Allah në azhjët në bëm për tynë. Lusë Allah në azhjët në bëm për tynë. O vllazni, unë e pedi që gatë sepse kjo dërnë më mësua, por vallahi, billahi, jam i bindum që se cili prej neve, nëse i hin telefoni tina dhe këqyrë, sot, so ka hërgjit ashtë po janë këto me i gjetë, nuk e dija ka iPhone i hoqës, a mu Samsungu e ka, me i gjetë në telefon, se so ke shpenzuën qka. Vallahi, billahi, jam i bindum që se cili prej neve, në senet pa vlera në del që kena hërgjuë ma shumë se so që hërgjuë më ku që erdhëm gjami o musliman. Wallahin.
Ngoni musliman të mi. Se ta Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Abbasi ka qenë djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I kanë thonë tergjumanul Kur'an. Për kësye si komentuesi i Kur'anit. Më i ditni prej sahabëve ka qenë. Se ta Abdullah ibn Abbasi shkojnë edhe vetën thoi çfarë puna më e mirë më bë. Që thash s'kishi mujt nej më të mirë se so këtu që i një ordë. Wallahi Pashallah, unë nuk e di. Një fatkeqësi për ata prej xhamatit që s'kan gjetë son dhe kohë më ardhë. Wallahi billahi lëj zemrës po mdhime që Allah i ka bëhur man. Sepse kjo hoxha tha, kjo është rahmet për Allahut. Çështë Allah azza wa jalla në hadithin qudsi, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Ai që ja ka mësuar Allahu më ardhë këtë, le ta falenderojnë Allah që rahmeti Allahut bre të ka zgjedh, ka privilegjuar Allahu. Pasha Allahin. Pasha falyahmadillah. Tu alhamdulillah Allah që më mësuve. Edhe musliman të mi thët Une mos ka më një lodhje musliman thët Abdullah ibn Abbasi thët kalzëna i thujnë të veprën më të mirë thët s'ka vepër më të mirë se sa an tajtamiu fi bejtin min bujutillah wa tatluna kitab Allah fa antum fi mejlisikum hadha se t'ju në qatë kuverdin që e po e përmend hoxha se entum dujufullah wa ala diafeti a mërzitet njeri ku shkon musafir na i kur që të bon na i një këshiri mirë a din këtu kurin musafir të kujna i ne tha sot e mësoni Kur'anin Allahut tha ju i një musafir të Allahut sot rëni në gjami në Allahut jeni musafir të Allahut veç edhe dy hadithe i transmeton dyat Imam Muslimi e kanë kuptimin e njëjtë po edhe po e po në bëledh ma bëna e di që u bugat e transmeton Imam Muslimi unë sahihun e tina pejgamberi asom një ditë i përmendi hoxha ehlu suffe ehlu suffe kanë qenë ata të varfënit që kanë lënë xhamit pejgamberit asom del një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam subhanallah dëgjon në mendje çfarë rahmeti për këto pjullus. Ka disa që e përmeni hoxha që jam në menja vetët, valla unë s'muj me mësua Kur'anin, nashta e mësoj, po s'muj me u buna e farhafizi. Mos e privoni vetën, u a ka dhonë Allahu mundësin tjetër. Mësoni fëmijët e juaj. Oj motra, ndëgjoni për hir të Allahut. Imam Shafi'iu, që ja përmenu më herët, i ka vdek baba kur ka qenë i vogël. Allah halema ka lind apo s'ka lind fare. Ka me të vesh me nonën e vetë, ngoni motra për hir të Allahut. Kanë jetuar në Gazën e Sodit, në Palestinë atje. Ku janë të u botë të lëvirat. Nona e vetë si ka vdek burri, ja kalon një shpije, do tokë atë edhe, një qka ka bo? E ka marrë kejtë këtë shpinë e tokën, e ka qitë e ka shqitë. Edhe e ka marrë djallin e vetë, prej Palestinës atje, edhe me këtë pasuni e ka quen Mekke, mja mësu Kur'anin Allahut. Deri so, subhanallah, që është farnone që e përmeni hoxha të punë, s'ka burë, grua të imane e të vyën. Deri so musliman, kur ka shku, kanë qenë fukare bre, a vedeni fukare ka qenë, ju ka harqit poret. Thët, Imam Shafi'iu s'kisha pore me i blep të toret për më shkrua Kur'an me mësue. Thej ke nome e më dilke ditën, e këshyrke kur preshin që shë përmeni hoxha që e kanë shkrua Kur'anin në për eshtra, qtozve edhe në përlikura, tha dilke më lidhke nona, tha e mi bike për me registrua me shkrua në to, Kur'anin edhe me mësue. Tha so që kur shkojsha në gjami, tha ekshin thmija pimeje, se ju mbrike era tu i mojt, ato i lkurat edhe ashtat, subhanallah il adhim. Tha kur nuk u qkojshke, tha u unë qke nona, tha matë shpines, tha mësejke Ibni Isma, kur u lësë shaka i herë, tha u pështet shapetit, tha u mreke, tha me kra, Ibni Isma, u avoklushja, ngo, u të të këtha që po më të në gjumi. Tha, unë tha, ma shumë më që ditë ke, tha mësimet që si këmësua, tha jo shafia, të pëse si këmësua, tha, wallahin kene jo e gjibuni të harrë ku shepetejhe, tha më që ditë ka e gju, busa që shi livrit ke, tha, Allah me allim hu, në kur tha sunar, ke unë e ngojsh adesin, ajo tha, ma shumë më pengoj ke të thonë, o Allah, mësëma djolin, Allah, ku jeni në, o musliman, burra, i livrit ke sot muj ke kur, tha nuk e, të ti Imam Shafi'iu, basi ka dek në unë, o bu djetor, kur, tha nuk e arrej, tha në unë, tha, që të i livrit të vuj, që i livrit të nga, Allah me allim hu, Allah mësëja. Edhe u bu Imam Shafi'iu, qatë dë të shbo djolli tina, asë për testa, mos të përmeni jemna, asë, për vallaj, bilaj, këto që jak, këtë shpërblim, këtë djenë me e post nuk e kësha rritë. Pra ndaj o musliman, mos
e azgjësoni këtë jepni rëndësi të madhe kësaj për hir të Allahut azza wa jall, ndërsa inshallah hadithet që i përmendëm për me fol, do t'i folim në herë tjetër, për mos më zgjat më shumë. Selam aleikum, Allah është përmbledh për sabrin, Allah është përmbledh doktorin që ardh, Allah është përmbledh Hoxhën Muhamedin që na jep mundësinë për më fol, më shpreh për ato që ndina për u. Selam aleikum, abone Allah. Allah është përmbledh për fjalën. Vashtë Allah azza wa jall që të fjalë zëvendëm në zemrat tona dhe inshallah të praktikojmë to në jetën tonë të përditshme, me siguri se e mort mesazhin e Hoxhës që inshallah fëmijët me u angazhu me pru, e sidomos këto tek nanat që ti motivojnë fëmijët me pru dhe me ardhë në xhami me mësu fjalën e Allahut azza wa jall. Çdo fillim e ka edhe mbarimin, po duhet edhe këta me cek si fond me të vërtet ndjene veten të privilegjuar që Allah azza wa jall ju ka zgjedh, na ka zgjedh të jemi në shtëpinë Allah xhalla shanuhu dhe kisha nder me të vërtet doktorin me ndëgjue. Allah nderoft edhe herë, Allah është përbleftë, Allah është përbleftë edhe Hoxhën e nderuar që ka ardhur para disa vite këtu në Gjermani për herë të parë në Gjermani. Veç fillimi Hoxha i mirë, inshallah ki sukses në xhamin Bat Rabenau, me xhamatin, me kryetarin atje, e me inshallah Allahu i jep bereqet, e jep mira dunjas e ahiretit. Edhe një fond me erdhë derisa doktori bën të shpjegimin një mesazh nga një vëlla joni i cili më tha se ka babën në koma, i ka dhimbje e vdekjes, ju lutem tha, me që jeni në atë mezhlis bëni dua për ta. E lusim Allahun xhalla shanuhu, Allah t'ia lehtësoj dhimbjet e vdekjes, lusim Allahun xhalla shanuhu, ata të cilët janë të smur të shëroj, ata të cilët kanë ndruar jetë, Allah ja bëj dorët kurse të xhenetit. Lusim Allahun xhalla shanuhu të na shtoj dashni mes vetë ta duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut azza wa jalla, pa kur fjalë interesi kësaj dhunjaje, dhe lusim Allahun xhalla shanuhu që na ka bashkuar në këtë vend, në këtë xhamie, Allahu na bashkoft inshallah në xhenetin e Tina. Allahu nderoft, Allahu është përbleftë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse ka pyetje, inshallah mundi më shto pyetje rreth Kur'anit, rreth temën që mbajti doktori e nderuar. Dhe më pas inshallah do të thirrim me zan dhe falim namazin e yacirës bashku dhe më pas inshallah do të rrim llaf e muhabet inshallah. Allah shpërblet. Zoti bashkëmirë. إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي